Imagjinoni një anije mes oqeanit. Anija orientohet përmes kapitenit, normalisht. Dhe ajo që më shumë të njerëzit kanë frikë, kur janë në anije, nuk janë dallgët e detit, po frika se mos ju futet ujë brenda. Askush nuk friksohet nga dallgët e detit, por gjithë friksohen nga mundësia e hyrjes së ujit brenda anijes, sepse dallgët e detit nuk e fundosin anijen. E fundos pakujdesia jon në mos mbrojtjen e duhur të anijes për me u fut ujin te. Kjo është ajo që rrezikon. Por ne nuk friksohemi as pak kur e kemi kapitenin e mirë. Ndonë se i dim këto rreziqe. Edhe mbështetjen tonë fizike e kemi ndaj kapitenit, por arsye se ne besojmë në aftësitë e tij dhe në mundësitë e tij si lider, si udhëheqës. Para së gjithash, Allahu e meriton një gjë të tillë. Njëjtë ndodh për shembull edhe kur ne hipim në aeroplan edhe i përjetojmë ato turbulencat eventuale. Besoj që çdo kush që ka udhëtuar me avion, pak a shumë ka përjetuar diçka prej natyrës së këtyre turbulencave. Kur ndodhin këto turbulenca, a merr dikush guxim me shku te kabina e pilotit, edhe me shku me i thonë, kështu ku je tu shkuje, çka je tu bë? Kërkush, se kretë e dinë që piloti ishe më larg se sa kretna. Pra i mbështetën aftësive pilotit. Derisa pilot jetës sonë nuk bëhet Allahu, atëherë nuk jemi dorëzuar Allahut plotësisht. Sidomos kur e dim që krijuesi i jetëve tona është Allahu. Dhe kur e dim që Allahu kur krijon përsos, dhe Allahu kur kërkon me drejtësi dhe kërkon për të na nderuar neve, për të përmbushur kërkesat dhe nevojat tona, nga se Allahu është i pa nevojë për adhurimet tona, është i pa nevojë për jetët tona, për aktivitetet tona. Ne jemi të nevojshëm për t'ju dorëzuar Allahut plotësisht. Prandaj sa më shpejt që e kuptojmë këtë çështje, sa më mirë që e kuptojmë atë, aq më shumë përparojmë jetë. Nëse nuk ja dorëzon timonin e jetës tonë dhe Allahut, atëherë orientimin tonë një ditë ka me ta marrë mërzia, një ditë lakmia, një ditë padrejtësia, një ditë smundja, një ditë opinioni njerëzve se çfarë thon tjerë për mua. Pra çdo herë do të del diçka që ty ka me ta orientuar udhëtimin tënd. Por kur ja dorëzon Allahut subhanahu wa taala jetën tënde, zemrën tënde, kauzën tënde, ti nuk mërzitesh fare, sepse e din që Allahu të ka mbrojtje dhe e din që çdo mirësi, çdo begati vije nga ana e tij. Prandaj besimtari i sinqert, besimtari i devotshëm, kur çështjen dhe kauzën ja dorëzon Allahut e para së gjithash zemrën e tij, ai nuk friksohet. Prandaj Allahu po thot men aslama wajhahu lillah, kush ja dorëzon veten Allahut. Wa huwa muhsin, duke qenë bamirës, pra çdo herë mendon mirë, çdo herë vepron mirë, çdo herë pret mirë, çdo herë shpreson mirë. Falahu ajruhu inda rabbi, ai do ta ketë shpërblimin e tij tek Allahu, padyshim, nga se Allahu nuk ja humb mundin askujt. Edhe për mendimet ma të thjeshta që ti mundesh me i pas, por nëse i ketë mirë, Allah ka me të shpërblyej edhe për to. Edhe për veprimet ekstrem minimale dhe të thjeshta që mund të jenë në sytë tanë, Allah ka me të dhënë shpërblimin për to nëse ato i ke konform mesazheve të Allahut. Dhe në fund Allah po garanton tot: "Fela khawfun alehim wa lahum yahzanun." As kanë mu piklu e as kanë mu friksu, sepse Allah të merr përsipër. Allah të merr në mbrojtjen e tij.